Tashi, të në ndihesh më i lirë dhe me humor më të mirë, është ditë e mirë për dalje, shoqëri dhe aktivitete që të japin energji pozitive. Demi, dita sjell qetësi dhe dëshirë për ati, mund të preferosh të qëndrosh me familjen apo të merresh me gjëra që të relaksojnë. Binjakët, komunikimisht shumë aktiv dhe mund të kesh takime interesante. Kujdes, vetëm të mos përqendrohesh në shumë plane njëkohësisht. Aforja, emocionet janë të forta, por të çojnë drejt afërsisë me njerëzit e dashur. Është ditë e mirë për familjen dhe për një qetësi shpirtërore. Luani, ke energji dhe dëshirë për të argëtuar, mund të jesh në qendër të vëmendjes në shoqëri, por ruaj ekuilibrin në sjellje. Virgjëresha, mund të ndihesh pak i menduar për gjërat e javës, është mirë të bësh një pushim dhe të mos e lodhësh veten me analiza. Peshorja, dita sjell harmoni dhe marrëdhënie më të qeta, është moment i mirë për dalje dhe për të kaluar kohë me njerëzit që do. Akrepi, ke intuitë të fortë dhe ndjeshmëri më të thellë, mund të ndjesh nevojë për qetësi dhe distancim nga zhurma. Shigjetari, ndihesh optimist dhe ke dëshirë për aventura, është ditë e mirë për udhëtime të shkurtra dhe aktivitete argëtuese. Bëjtjavi, edhe pse mendja është e përgjegjësisë, shtunën duhet të marrësh pak pushim, relaksohu dhe mos mendo vetëm për punën. Ujori, kreativitet dhe idetë e reja janë të forta, mund të kalosh një ditë interesante me miqt apo në aktivitete të pazakonta. Peshqit, intuita dhe ndjeshmëria janë ato të cilat do të mbizotrojnë. Është një ditë e mirë për qetësi, muzikë, art apo thjesht pushim.